Në mesin e Europës, në një tokë të vogël, por me zemër të madhe, lindi një nga flamujt më të fuqishëm të historisë. Kuqezi, dy ngjyra që përmbledhin sheku i gjaku, qendres dhe krenari. Ky është flamuri shqiptar, por si lindi, kush e krijoi, dhe pse mbijetoi për më shumë se 600 vjet. Shqiponja dy krenarshe, shumë më e vjetër se Skënderbeu. Ajo gjendet në simbolet të familjeve fisnike shqiptare të mesjetës. Shfaqen në heraldikën feudale, në monumente dhe në artefakte të shekullit të 15. Në kishën e Shën Dout në Rodon, restaurimet e fundit zbuluan një mural të shekullit 15 që përmban shqiponjën dy krenarshe të Kastriut. Viti 1443 është viti lindjes së flamurit shqiptar. Skënderbeu, pasi dezertoi nga ushtria osmane gjatë fushatës në Nish, kthye në Krujë dhe kriti flamurin e tij. Fushë kuqe, një shqiponjë të zezë, dy krenarshe. E i adoptoi flamurin e ngjashëm me atë të perandorisë bizantine, por e bëri simbol të një populli që kërkonte liri. Kjo shenjë heraldike kastriotëve shndrua në flamur shtetëror. Shqiponja dy krenarshe ishte stema personale e kastriotëve. Ajo shfaqet në vulën e Skënderbeut, që ruhet sot në Kopenhagë. Dallimet me shqiponjat bizantine janë të dukshme. Shqiptarët përdorën versionet perandorake, por variantin e tyre të modifikuar, që më vonë u bë identifikues kombëtar. Në vitin 1444, kur Skënderbeu bashkoi principatat shqiptare në lidhjen e Lezhës, flamuri i tij bë flamuri i parë shtetëror shqiptar në mesjet. Ky flamur qëndroi pa ndryshuar për 25 vite luftë të pandërprera kundër perandorisë osmane. Pas vdekjes së Skënderbeut në 1468 dhe rënies në Shqipërisë në perandorinë osmane, flamuri u zhduk nga përdorimi zyrtar për më shumë se 400 vjet. Por nuk u zhduk kur nga kujtesa. Shqiponja mbeti e gjallë në këndën e tij, në objektet e kultit, në heraldikën e disa familjeve në kujtesën e diasporës arbëreshe në Itali. Në shekullin 19, rindasit shqiptar nisën të kërkojnë identitetet kombëtare. Ata u kthyen tek simboli i Skënderbeut, shqiponja dy krenarshe, u ringjall si emblem e bashkimit. Pa ikonica e diaspora shqiptare në Europë e Amerikë popularizuan flamurin e Skënderbeut dhe e shpallën simbol të kombit. Në 28 nëntor 1912, Ismail Qemali rriti flamurin në Vlorë, duke përsëritur aktin e Skënderbeut pas 469 vitesh. Flamuri u kthye simbol i shtetit modern shqiptar. Dizajni në bazë nuk ndryshoi kur, i kuq, me shqiponjë të zezë dy krenarshe. Në shekullin e 20, regjimet e ndryshme shtuan ose hoqën e ylli komunist. Shtua në 1946 dhe u hoq në 1992. Në 2002, flamuri u standardizua përfundimisht. Por thelbi nuk ndryshoi kur. Kuqezi mbetet zemra e çdo shqiptar. Nga Rodonin te Kruja, nga Lezhë te Vlora, flamuri shqiptar
Është historia e një kombi që nuk u përkul kur, një shqiponj. Shikon lindjen dhe perëndimin. Një popull që qëndron, i bashkuar në krahët e tij.